Indeksimi i pensioneve, Xhixho, tallje e qeverisë. Me 490 lekë do blejnë një bukë, 100 gram djathë dhe një domate në muaj. Deputetja dhe nënkryetaria e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho, ka kritikuar indeksimin e qeverisë për pensionistët duke e konsideruar talljen e radhës. Në një deklaratë për mediat nga selia e partisë, Xhixho theksoi se me 490 lekë që indeksimi për pensionet në qytet dhe 290 lekë në fshat, pensionistët mund të blejnë vetëm një bukë, 100 gram djathë dhe një domate në muaj. Deputetja Xhixho thekson se pensionistët shqiptar janë më të varfrit në rajon, teksa në vendet fqinje pensionet janë 2 fish më të larta. Qeveria u tall edhe një herë me 721.000 pensionistë me indeksimin e radhës. Nga 1 tetori 2025, pensionet janë rritur 2.5%, praktikisht 490 lekë për pensionet urbane dhe 290 lekë për pensionet rurale. Çfarë mund të shtohet në tryezat e pensionistëve me kaq para? Në një muaj, jo më shumë se një bukë, 100 gram djathë dhe një domate. Asnjë zgjidhje reale, thjesht propagandë. Pensionistët shqiptar mbeten më të varfrit në rajon, me një pension mesatar 170 euro, ndërkohë që në vendet fqinje janë sa 2 dhe 3 fish i tyre. Sipas Eurostat, për një person të rritur mbi 65 vjeç ose në pension, niveli i varfërisë për Shqipërinë vlerësohet në 69%, për Serbinë në 48.9% dhe Malin e Zi 27.6%. Në Kosovë, pensioni mesatar është 340 euro, në Malin e Zi 450 euro, në Maqedoninë e Veriut 325 euro dhe në Serbi 390 euro. Qeveria është tallur rregullisht me pensionistët dhe indeksimet qesharake dhe bonuse elektorale. Në fund të vitit kaluar, një indeksim prej 4.1% nuk pati asnjë ndikim në ekonominë familjare të këtyre njerëzve që i kanë shërbyer vendit një jetë të tërë. E vërteta e hidhur është se sot pensionistët jetojnë më keq se para 12 vitesh. Nëse bëjmë një krahasim me vitin 2013, ata marrin sot 30% më pak, pasi çmimet dhe kosto e jetesës janë dyfishuar, ndërsa rritja ka qenë e papërfillshme. Pensionistëve sot nuk u del të blejnë ilaçet apo të paguajnë energjinë. Pjesa dërmuese e tyre janë të varur financiarisht nga dërgesat e fëmijëve emigrant, sepse qeveria i ka shpërfillur dhe kujtohet për ta vetëm kur i duhet vota e tyre. A i ka qeveria parat për një rritje reale pensionesh? Sigurisht që po. A është mundësia për një rritje 20% sa ajo e Kosovës një vit më parë? Mundësia është, por qeveria Rama i mungon vullneti. Shqipëria është vendi me normën më të lartë të TVSH-s për ushqimet me 20%, Kosova e ka 8%, Mali i Zi 7%, Serbia 10%. Fare mirë, një pjesë e parave që mblidhen në arkën e shtetit përmes TVSH-s mund të shkojë për rritjen e pensioneve, tha ajo.